kafja turke, domethënë, që e përdorim ne është e mirë, ai skrabi, domethënë që jetë në fund është e mirë mu apliku në fytyrë. Deri tash nuk kam dëgjuar, domethënë që ka bën reaksion. Ç'është mundemi me përdor këto për neve që kemi dëshirë mi përdor pak më shumë këto natyrale? Është ai skrabi, domethënë ajo pjesa në fund që jetë, domethënë e aplikon në fytyrë, edhe mundesh me lënë 30 minuta, 40 minuta në fytyrë. Edhe mandej e shpëlon me ujë të nxehtë. Ta ushqen fytyrën. Doktoresh, po dua të di pak edhe më shumë. I përmende ushqimet të cilat duhet t'i eliminojmë nga menuja jonë në mënyrë që të kemi një fytyrë ose një lëkurë më të mirë. Megjithatë, a ka ushqime të cilat rekomandohen e cilat ndikojnë në tenën e fytyrës? Ushqimet e pasura, domethënë bio me frukta, perime, këto domethënë ndikojnë në tenën e fytyrës, sepse ti nëse han fast fooda jashtë, han gjëra të ndryshme që nuk e din çka han, ndoshta han edhe sallata, në ato ndoshta ka baktere të ndryshme. Ka baktere të ndryshme, atëherë ti kemi shkaktuar dëm lëkurës tone. Kështu që është më mirë sa më shumë ujë. Uji hidraton shumë fytyrën.